Koncepti I falënderimit, sa që është teorik, është edhe praktik. Teorik është se njeriu duhet të mësoj të falënderoj. Dhe prandaj parët e shtëpisë, pse janë model? Janë model sepse fëmia I vogël kupton falënderimin nga goja e tjatit apo tjamës, kur e shikon që ata e përmendin Zotin, teksa han ushqim, teksa mbaron ushqimi, teksa pin ujë, teksa u vjen një e mirë, gjithmonë janë falënderues. Fëmia e merr këtë lloj mesazhi dhe mundohet, ndoshta edhe pa vetdije, e përcjell gjatë jetës së tij. Kur prindi e falënderon pak apo se falënderon fare Zotin e gjithësisë, si do ta kuptoj fëmia që falënderimi është I rëndësishëm? Ose ndoshta falënderon vetëm në vetmi. Ose në veten e tij. Po themi familje, pa bërë pjesë të atmosferës familjare. Prandaj thash që shumë e rëndësishme, siç është tradita profetike, faktikisht na mëson që të jemi falënderues në detajet më të vogla të jetës tonë. E përmendet ti që sidomos për arsye mësimi që të mësojë dhe fëmia I vogël, është mirë që të bëhet falënderimi me zë. Edhe momentet caktuar në jetë, prindi të jetë shumë falënderues për t'i treguar fëmisë që për mua në këtë jetë kjo është gjëja më e madhe, është dhurata e Zotit. Tjerat gjitha janë kalimtare dhe gjitha janë dytësore. Prandaj Zoti I përmend shembujt e profetëve, se si ata janë falënderues, dhe falënderues janë në prezencën e fëmijëve të tyre. Daudi a.s. ka qenë një prej falënderuesve më të mëdhenj të Allahu xhallahu xhaleshanu, dhe si shenjë këtij falënderimi ai agjeronte një ditë po dhe një ditë jo.